Protesta e 21 janarit 2011 ku mbetën të vrarë 4 qytetarë përpara godinës së kryeministrisë u thirr nga opozita e kohës pas publikimit të video përgjimit të Ilir Metës, ku ai shfaqej në një bisedë me ministrin Dritan Prifti, ndërsa përmendej edhe një shifër prej $700.000. 14 vite pas demonstratës së dhunshme, ish-presidenti Ilir Meta i është drejtuar prokurorisë së posaçme me kërkesë për thirrjen dhe pyetjen si person në dieni lidhur me rrethanat e ngjarjes. Unë, Ilir Metaj, duke qenë se kam dieni dhe mund të jap dëshmi të vlefshme për rrethanat e asaj ngjarje, dëshmi të cilat nuk janë të njohura nga organi procedues, të cilat mund të shërbejnë për t'i zbardhur ngjarjen, thuhet në kërkesë drejtuar prokurorit të posaçëm Alfred Shehu. SPAK po heton për akuzat e vrasjes për shkak të cilësive të veçanta të viktimës, shpërdorim detyre dhe veprime që pengojnë zbardhjen e së vërtetës. Në kuadër të këtij hetimi, SPAK ka marrë pas një dekade e gjysmë dëshminë e ish-kryeministrit Berisha dhe ish-ministrit të brendshëm Lulzim Basha. Më 21 janar në bulevardin Dëshmorët e Kombit u vran Faik Myrtaj, Ziver Veizi, Hekuran Deda dhe Alex Nika. Për vrasjen e Myrtaj dhe Veizit janë dënuar me 1 vit ish-kreu i gardës Ndrea Prendi dhe me 3 vite burg ish-gardisti Agim Lupo. 2 vrasjet e tjera mbetën pa autorsi.